Përshëndetje, jam këtu para drejtorisë policisë Lezhë. Për të kuptuar si funksionon sistemi i kësaj qeverie që nuk është qeveri, dhe kësaj bande që është thjesht bandë, unë mora një shembull kur po shpjegoja Belindën, Spirokalin, Ramën, se si funksionon si bandë përkatëse, mora dhe rastin lokal, mora rastin e Lezhës. Kjo është drejtoria e policisë Lezhë. Para pak kohësh, këtu në Lezhë u kap një bandë kriminale në organizim kazinosh, kanabisi e shumë gjëra tjera. Dhe si shpërblim për kapjen e kësaj bande që hetohet nga Spaku, u shkarkua gjithë zinxhiri i drejtorisë policisë Lezhë. Kurse personi kishte për detyrë ta zbulonte këtë gjë në vitet që shkuan, ishte personi kompetent, ai mbeti në detyrë, kurse gjithë sapo emëruan dhe kapën bandën, kapën dhe veprën kriminale që ishte shumë e rëndë, u shkarkuan gjithë si një mesazh që të mos guxojnë të kapin ata që kanë për detyrë të kapin. Dhe skema ishte shumë e thjeshtë. Para pak kohësh këtu emërua një drejtor policie dhe 40 drejtor. Një për krimet e rënda, një për sigurinë dhe rendin publik. Në të gjithë të skemë të këtyre personave dhe një shef komisariati. Njëri që ishte shefi krimeve, pra zëvëzletori për krimet, prej vitesh, mbi të cilin zhvilloheshin gjithë veprimtaria kriminale, ndetin detyrë sepse ishte personi që kishte mbrojtur bandat kriminale. Kurse tre të tjerë u shkarkuan që sapo ishin emëruar dhe ka bën bandën kriminale. Pse? Sepse kështu funksionon pushteti. Dhe skema e pushtetit është që në qoftë se një polic kap një bandë kriminale, banda kriminale i tërheq veshin shtetit, si m'kape. Dhe në këtë moment, shtetit duhet marrë masa, të shkarkoj ata që e kapë. Këtë janë skemat e Sicilisë. Kjo është Lezhë. Këtu, zëvëzletori për krimet e rënda, që ka pas për detyrë të kapte këtë kazinon mes qytetit, prej vitesh, që nuk e bëri, sot është në detyrë shefi modi krimeve, zëvëzletori krimeve. Të gjithë të tjerë, të cilët morën pjesë në kapjen e bandës, sapo erdhën në detyrë, u shkarkuan të gjithë. Sepse shefi krimeve përkatëse, zëvëzletori përkatës, mos e harroni, ka gruan në shik që mbulon Lezhën, shishpeve, sepse kështu funksionon si familje mafioze, gjithë pushteti kriminal, nga Edi Rama, Belinda, Spirokali dhe gjithë skemat e tjera, ministra e tjera, deri ke zinxhiri poshtë, deri në fund fare, deri ke pika më e ulët. Sepse kështu funksionon Sicilia, këto janë manualet e Sicilisë. Lezhë është rasti më i mirë.